Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq. Mirë se erdhe. Sot do flasim për bërjen e një synimi kryesor ku kryefjala është financa. Si të vendosim dhe të zbatojmë synimin kryesor financiar, për shembull për 30 ditë të ardhshme. Ne përdorim formulën X, cilat kurthe në fakt evitojmë nëse ndajmë mirë detyrat, kush bën çfarë dhe me çfarë standardesh. Për kë është kjo seri episodesh? Duke parë nevojat nga tregu, unë mendoj që spari është për CEO-t, për pronar, për staf të lartë, për freelancers, por dhe për punonjës, për çdo në fakt që dëshiron një sukses financiar. Nga përvoja ime në shkolla apo në biznes, ke një zgjedhje të bërë sikur po merresh me diçka serioze, ose seriozisht të bësh diçka që nuk ka vlerë kur ti do dalësh në jetë. Dhe nuk e di në fakt cila është më e keqe. Vrasja e kohës duke pretenduar që po bën diçka, apo vrasja e kohës mbi një gjë që ti e di që nuk do të hyjë në punë. Qëllon shpeshherë që shumë studentë në universitet nuk vënë në lëndë të caktuara sepse nuk e din nëse kjo do të duhet, dhe shumë prej tyre din që kjo nuk do të duhet, por realisht duhet shpeshherë të duket sikur jam duke marrë me një gjë serioze. Unë vetë nuk di mjaftueshëm për të thënë nëse me siguri kjo është pozitive apo negative në përgjithësi, sepse ndofta në edukimin e një individi duhet të mësoj dhe disa gjëra që ndofta nuk do të duhen, por supozimi im është që është negativ dhe ndaj dua të flas për njerëzit që punojnë fort me një qëllim të caktuar, me një synim të caktuar. Kur je në biznes, shpeshherë ndjekja e financave, qoftë nga një CEO apo nga ata që punojnë për të, nga një individ që menaxhon financat e tij, mund të kthehet shpeshherë në një lloj shfaqjeje të rëndësishme, apo sikur po performon diçka. Dhe në vend që të fokusojmë në mënyrë të vërtetë në përmirësimin real të gjendjes financiare, shpesh harxohet kohë duke krijuar fasada të dukshme, do e quajon, që duken si përpjekje serioze, dhe qëllon shpeshherë që, sidomos kur përcaktohen objektivat dhe synimet kryesore për një sukses të afërt që ne duam të arrijmë, ne qëllojmë që shpeshherë këto dukje, këto vrasje kohe, mund të përkthehen, për shembull, me që po flasim për financa të radhë, në raportim të tepërt mbi shpenzimet, në mbajtje të takimeve të pafundme me orë të gjata, për buxhete që nuk ndryshojnë ndonjë gjë thelbësore. Bile shpeshherë quhet si një shfaqje rëndësie, edhe nëse shtohet kompleksi, bëhen më komplekse gjërat, më kompleks proceset. Dhe nganjëherë kjo është për të dukur më profesionist. E keqja është që puna e lodhshme, kjo që merr kohë, me këto raportimet e tepërta, me oraret kohë pa kohë të mbledhjeve të urgjencave, në financë mund të krijojë një ndjenjë të rreme sigurie apo suksesi, ndërkohë që problemet reale financiare mbeten pa u zgjidhur. Çelësi në fakt qëndron në dallimin midis aktiviteteve që janë thjesht për dukje dhe atyre që sillin vlerë, si për shembull analizimi të dhënave për të marrë vendime strategjike apo përmirësimi i menaxhimit të likuiditetit të keshit. Realisht, rreth 82% e bizneseve të vogla, ratën e dështimeve të tyre e kanë që fillon nga problemi i rrjedhjes së paras. Dhe realisht është gjithmonë gjetja e këtij ekuilibri që mund dhe sjell patjetër një rritje të qëndrueshme. Kur kam pasur disa pyetje në një forum ku mendoj që është suksesi i një biznesi, dhe ata po më pyesin për mua ku mendon që e ke biznesin me sukses, unë kam menduar gjithmonë tek investimi që bëhet gjithmonë nga likuiditeti i kompanisë. Ka vende të caktuara në fakt që kanë mendime shumë më ndryshe, janë vendet në Europë për shembull, vende si Gjermania, ku edukimi, shkollimi dhe rritimi i biznesi shpesh i kushton rëndësi precizitetit dhe kontrolleve të rrepta financiare që çojnë realisht në rritjen qoftë reputacionit të tyre për stabilitet, por çojnë gjithashtu në pasjen e një likuiditeti të lartë. Nuk pretendoj të futem në aspektet financiare të mirëfillta, por duhet të flas për qasjen dhe duhet të flas për mindsetin
i cili ndikon jashtëzakonisht shumë në këto tregje tona që janë më dinamike, më të paregulluara, ku përshtatshmëria dhe shpeshherë marrja e riskut shpërblehen shumë mirë. Tek ne sfida qëndron në gjetjen e profesionistëve që mund të na navigojnë, të ngasin këtë makinën tonë brenda rregulloreve lokale, por duke parë tendencat financiare globale dhe duke marrë parasysh gjithmonë në çfarë ekosistemi jemi duke u ndërtuar si biznes. Pra, pse e diskutojmë? Sepse unë besoj që ndërtimi, apo edukimi, apo shkolla, për të pasur një përdorim real të aseteve në kompani drejt shitjeve dhe rrjedhimisht krijimit fitimit në biznes, ngelet një sfidë reale në tregun tonë. Ka ekonomistë të mirë, thonë CEOt, por jo për mua, jo për kompaninë time. Ata duan që ti e dikush që të kombinoj këtë përputhshmëri të rrept, si thash, me parimet thelbësore, me ligjet, por edhe me një fleksibilitet për të përshtatur në kushtet e tregut të ndryshëm. Dhe ata mendojnë, CEOt shpesh mendojnë që kjo është detyra e financierit. Në fakt, ajo që unë dua të theksoj këtu dhe për këtë do të flas këtë radhë, ndërsa radhën tjetër do flasim për disa mësime për freelancers ose të vetë punësuarit, por në rastin konkret do flas për mendësinë e CEO-ve sa i takon detyrës së financës. Në fakt, gjetja e kësaj mesatareje midis zbatimit të rrept të ligjeve, të parimeve thelbësore të financës, të kuadrit ligjor, me një fleksibilitet për të përshtatur me kushtet e tregut, kjo në fakt është detyra primare e vetë CEOs. Nuk është detyra e financierit që të bëj këtë mesatare, por është detyra e CEOs. Detyra kryesore e financierit, dhe do quaj financier në këtë rast ekonomist, kontabilist, kushdo që mbulon aspektin e financave në kompani. Detyra e tyre është përputhshmëria me ligjet, sipas parimeve thelbësore dhe zbatimi i rrept i çfarë CEO apo bordi kanë vendosur për planet financiare. Dhe këtu fillon puna jon, kur unë punoj me CEO-t, është përcaktimi i një synimi kryesor financiar të mirë menduar, të mirë studiuar, por dhe të shprehur qartë, si detyrë primare e CEOs. E shprehur qartë do të thotë me shifra të qarta, me synimet sakta, sa i takon produkteve, tregjeve, aspekteve njerëzore. Paralelisht, nëse do të flasim për shembull për një individ të vetëm apo financave të tij, realisht është ky person që duhet të di të hyrat dhe të dalat, dhe duhet të di ky dhe askush tjetër. Kjo qasje është qasje që ne ulemi dhe bëjmë në mënyrë të vazhdueshme me CEO-t. Ata duhet ngelen dhe përditësuar me praktikat më të mira në vend, por dhe ato globale. Pasi CEO e ka të qartë ku shkon me biznesin e tij, ai dhe bordi i tij, nëse ka bord ai ajo, dhe ata e nxisin, e edukojnë, e përkrahin ekipin e tyre financiar me trajnime të vazhdueshme për të realizuar, për zbatuar këtë plan. Pra, hapi parë është vendosja e një synimi financiar si pjesë e një synimi të zhvillimit të përgjithshëm, le të themi për 90 ditë të ardhshme, për 6 muaj të ardhshëm, për deri në 10 vjet. Kur flasim për këtë ushtrim strategjik me CEO dhe me bordet e tyre, si pjesë të vendosjes së synimit kryesor, ku A tek X qëndron për articulate, është detyra e CEO-s ta përcaktoj, ta artikuloj, ta nxjerrë nga koka e tij ku do të harri. Dhe C qëndron për communicate, komunikoje, dhe duhet komunikuar, si thash, me shifra, me fakte, mundësisht me data, me ditë, sepse nuk e ka për detyra i tjetrit të futet në kokën tënde dhe të marrë vesh çfarë do të thuash, sidomos kur vjen fjala për shifrat. Detyra e të tjerëve më mbrapa është në pjesën e tretë, që është take actions. Dhe këtu flasim për massive actions. Shprehimisht ajo që bëjmë është përcaktimi i këtij synimi kryesor për atë kohë që ne duam në 3 komponentë, si shtamat financiar, marketingu dhe të njerëzve, por mindseti që unë dua të kaloj gjithmonë është sa i takon financave. A-ja dhe Z-ja e gjës është që kjo është detyra kryesore, bazike e drejtuesit.
Paraparkisht, of course, patjetër, CEO ka bërë marrjen e ideve apo sugjerimeve të stafit, të bordit apo të këshilltarëve të vet, por është ai apo ajo që vendos për cilat synime financiare do komunikohen te stafi. Do komunikohen. Dhe është pastaj a ka zbatim inovativ? Unë mendoj që jo, ka një zbatim rigoroz nga financa dhe është detyrë e tyre që këtë gjë ta bëjnë në mënyrën sa më rigoroze, qoftë duke bërë raportimet, po qoftë duke bërë dhe prognozat duke parë ku po shkojmë. Ngatrimi i këtyre detyrave shpeshherë në të dy krahët sill përplasje të mëdha që unë shikoj që janë këto që në fund të ditës sillin humbje leku, sillin humbje të kohës, sillin humbje të synimeve kryesore, pra largohemi nga detyrat kryesore tonat dhe merremi me kush bën çfarë, pse e the, si e the. Çfarë ndodh zakonisht është që një CEO kërkon dhe pret nga një financier. Dhe kur them financier mund të jetë CFO-ja, mund të jetë ekonomist, kontabilist, varet në varësi të madhësisë së kompanisë. Pra, CEO kërkon nga financieri që të vijë me një buxhet të propozuar nga ai apo ajo bazuar në buxhetin e kaluar, duke kërkuar sigurisht rritje në të hyra dhe ulje në shpenzime. Kaq e thjesht. Kjo ndodh dhe ajo që bën ky financier apo ekonomist apo kontabilist merr në fakt në dorë drejtimin real të kompanisë, sepse me çdo shkurtim apo zgjerim të shifrave, ai apo ajo ka shkurtuar aktivitetet e kompanisë, aktivitetet mirëfillta, aktivitetet të cilat sillin rezultatet në shitje apo në marketing, aktivitetet sillin ose këto rezultate ose mungesën e tyre. Dhe dhënia e kësaj fuqie financierit e bën që puna midis tyre të kthehet në një mangth, sepse në fakt nuk ka CEO që do të drejtohet nga dikush, nuk ka. Dhe realisht bëhet një kërcim kush kap njërin, kush kap tjetrin. Është dhe ana tjetër kur CEO dikton ku do të arrijë financiarisht pa njohurinë e duhur ose pa praktikën dhe pa natyrën e ftohtë mbi shifrat apo mbi përputhshmërinë me kuadrin ligjor. Dhe këtu vijnë ato që quhen golat apo gjobat. A është kjo një arsye pse ekspertët shpesh nuk flasin apo dhe kur shkojnë te bosi me ca kartra në duar, fakti që bosi ka diktuar, ka drejtuar në mënyrë autoritare, shumë autoritare, autokratike, despotike, financieri shkon dhe thotë, shiko, na keni dhënë të urdhër, zakonisht përmes dikujt tjetër, nëse ne do bëjmë këtë që thoni ju, kjo do i kushtoj kompanisë kaq dhe aq. Dhe përgjigjja shpeshherë është, e di unë atë. E di unë, shko bëje. E keni parasysh mato grudën nga njeriu me top? Mund të gjesh prot nga këto mato gruda. Disa pika që unë doja të theksoja dhe këtu dua ta mbyll është që detyra primare e CEO-ve është përcaktimi i synimit kryesor financiar në kompani, si fazë e parë financiar, dhe pastaj shifrat flasin vetë. CEO, duke ndryshuar mindsetin apo mendsinë e tij, ka për detyrë të dëgjojë, të mirë informohet, të mbledh mendimet më të mira si nga stafi ashtu dhe nga këshilltarët apo bordi që ka, dhe të vendosë çfarë do të bëjë kompania në një periudhë të caktuar për të arritur një rezultat të caktuar, preciz, me përdorimin e cilave aseteve, në cilën kohë, me çfarë standardi ndjekje dhe raportimi, standarde, është fjalë kyç, të shkruara qartë. Nuk mund të lexoj si thash njëri mendjen. Duhet shkruar si standard i qartë dhe i bëshëm. Dhe këtu fillon puna e financierit, të sigurohet që ka zbatim dhe përputhshmëri të gjithçkaje me kuadrin ligjor, po dhe me ekosistemin ku operon kompania. Kalimi apo ngatrimi këtyre detyrave sjell humbje të mëdha në kompani. Kohë, është humbje kohe që përkthehet në humbje mundësish të ndryshme, humbje keshi, nga ku fillon pastaj sherri dhe shamataja në kompani. A ka mësime këtu për të tjerët? Realisht këtu po flasim për kokat bizneseve, por duhet të mbajmë në mendje që këto si mësime mund të janë të vlefshme, mendoj, dhe për ata që aspirojnë të bëhen CEO të mirëfillt, ata që mendoj që janë freelancer apo janë të vetë punësuar, po për ta do flasim më shumë në episodin tjetër kur unë them disa rregulla bazë si të bëhesh një CEO i shekullit të 21. Okej, uroj gjithë bekimet e Perëndis, duke uruar gjithmonë sukses, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë.
Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MZC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.